do ta bëjnë të pamundur zbatimin e vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin e numrit 2 të qeverisë, apo jo? Në këtë mënyrë, nëse shfrytëzohen të gjitha këto hapa ligjore që thuan. Aktualisht ministrja mbetet e pezulluar. Problemi është që socialistët janë bindur që nuk mund t'i dorëzohen çdo vendimit që kërkohet tashmë, sepse në thelb në fund ditës ministrja në fjalë nuk ka as akuzë për korrupsion. Pra, ti kërkon mandati, kërkon arresti, kërkon pezullimin, kërkon bllokimin e pasaportës, një njeriu se ti mendon që mund të ketë pasur ndikim në përzgjedhjen e fituesve në tendera, dhe këtë ti e mendon nga një mesazh që ke gjetur as tek telefoni i kësaj zonjës, por tek telefoni i një ish-varësit kësaj para 3-4 vitesh. Domethënë, si duket me këtë rast edhe me këtë përplasje, edhe vetë Partia Socialiste dhe qeveria tashmë është bindur jo për ta goditur drejtësinë, po ndoshta për të ndërhyrë për një operacion, ndoshta për t'i shëshuar gjërat edhe për t'i bërë më të qarta kur vjen puna në këto pika.